Është një lutje madhështore profetike, sepse gjitha lutjet profetike janë madhështore, por kjo lutje ka një veçori që kush e thot në mëngjes me bindje dhe vdes gjatë asaj dite, do të futet në xhenet. Ndërsa kush e thot në mbrëmje dhe vdes gjatë asaj nate, do të futet në xhenet. Aja lutje, kuptimi në shqip e ka: o Allah, ti je Zot jam. Ti më ke krijuar mu. Nuk ka Zot tjetër përveç teje që meriton adhurimin. Unë jam robi yt dhe po mundohem që ti përmbahem marrëveshjes dhe premtimit që ta kam dhënë. Shikoni pjesa e parë, kjo është gjysma e parë e kësaj lutje sa madhështore. Po ti po e shpreh ndaj Krijuesit robrin tënde ndaj tij, që ti je skllav i tij, ti je rob i tij dhe ti u ke nështruar atij. Po thua Allah, ti je Zot jam, ti je krijuesi jam, ti je edukuesi jam me begatitë tua, qiellore, toksore dhe të panumërta. Pra Allah i Madhëshëm është ai që na ka krijuar dhe na ka furnizuar. E ti po e shpreh këtë. Dhe po thua la ilaha illa anta, po thua nuk ka Zot tjetër përveç teje që meriton adhurimin. Përderisa ti je krijues o Zot, vetëm ti meriton adhurimin. Po këtë Zoti e don prej neje që ne me shpreh në nështrimin ndaj tij. Ne me rob ti, ai na ka krijuar, nuk jemi të barabartë. Nuk ka padrejsi më të madhe se me barazu krijuesin me krijesën. Prandaj do të pasur parasysh këtë çështje. Kjo është pjesa e parë dhe aty po thua unë po mundohna mi u përmbajt marrëveshjes tënde o Zot. Pra besës që ta kam dhënë. Ne gjithja kemi dhënë besën Zotit në fillim kur na ka nxjerr shpirtat, kur na ka kriju shpirtat. Se fillimisht Zoti na ka kriju vetëm shpirtin, pastaj trupin dhe pastaj ja ka vendosur shpirtin trupit. Po në atë moment kur kemi qenë vetëm shpirt, ja kemi dhënë gjithë besën Zotit që kemi me adhuru. Dhe kjo besë ja kemi dhënë me ta lindëm, pra me natyrshmërinë që kemi me besu Zotin, pa ndiku asnjë faktor i jashtëm. Pra njeriu edhe nëse vetmohet me një ishull, vetvetiu do të besojnë Zot, pa ndiku askush. Dhe këtë kanë zbuluar edhe shkencëtarisht. Pastaj vazhdon pjesa e dytë e kësaj lutje, thu i pranoj mëkatet e mia o Zot, domethënë i pranoj mangësitë e mia. Pastaj thua i pranoj begatit tua ndaj meje o Zot. Pra këtë begatit e shumta i pranoj, këtë dhan Zoti prej nesh, i pranoj begatit, ta falenderojmë. Dhe pastaj thu i pranoj edhe mëkatet e mia. Andaj më fal sa askush përveç teje nuk i fal mëkatet. Pra ti me një farë forme po i pranon që Zoti është i plot, i patmeta. Po e pranon begatitë e Zotit, po e pranon favorin e tij. Dhe po i pranon njëkohësisht metat e tua. Dhe po kërkon falje prej Allahut. Prandaj kush e thot këtë lutje madhështore, mëngjes dhe mbrëmje me bindje, në mënyrë të vazhdueshme, ai do të jetë prej banorëve të xhenit.